Të respektuar teleshikues, kudo që jeni, ju përshëndesim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ditët po kalojnë të këtij muaji të bereqetshëm të Ramazanit, natyrisht që edhe netët e tij që janë shumë të çmueshme, sidomos këto të fundit, ne mundohemi që të përkushtohemi si besimtar, po flas, në adhurim, në çdo gjë që është e dashur, e dëshiruar dhe e shpërblyer te Allahu i plot fuqishëm. Por natyrisht edhe ndeja dhe çaji ka të veten, edhe ne në emisionin ton tashmë të famshëm për ju në sofrën e Ramazanit, mundohemi që pak minuta t'i bëjmë të relaksuar, por jo ndonjë relaks me diçka që është e pazakont ose që është e padobishme. Mundohemi që ta bëjmë relaksin me anën tjetër të hoxhës, duke pa që hoxha ndonjëherë dhe din të buzëqesh, ndonjëherë din të jetë edhe jo shumë zyrtar. Nuk është ndoshta qëllim i emisionit tër kjo që ndodh, por me të gjitha mundohemi që me mysafirët që po e begatojnë çdo natë më tepër këtë emision, të mundohemi të nxjerrim më të mirën prej tyre që ndonjëherë prej modestisë, ndonjëherë prej harresës historike, ndonjëherë sepse s'ka pas kush ta pyet, ndoshta po e them kështu, t'ja nxjerrim atë që e ka më të mirën. Kur janë që kanë moshë dhe kanë dekada para vetes në thirrje, këtë e bëjmë shumë lehtë, ama sonte nuk e kam shumë të lehtë, sepse hoxhën para vetes nuk e kam të vjetër, nuk e kam të moshuar, nuk mund ta pyes për kohë të komunizmit, nuk mund ta pyes edhe për ditët e vështira të fillimit të pas luftës në Vjenën e Davetit. S'kam çka i bëj, ka lindur më vonë, është më i ri. Aq më tepër Kosovës i është vonuar shumë, sepse i ka zgjatur shkollimin. Jo që ka ngel, por ka dashur që të shkollohet, të arsimohet, të avancohet edhe më tepër. Mirë po, sonte ekskluzivisht Terezia duhet të më ndihmoj për të shpalos bukurit dhe të mirat e këtij hoxhe, që të ngrit zërin se nuk i dëgjohet shumë. Besa bes duket si i përgjumur nga njëherë, këtë e ka shumë nga modestia, nga thjeshtësia e tij, e natyrisht që kalliri i mbushur e ul kokën me modesti, ka thënë poeti arab. Me ne sonte është një hoxh që këtu nuk e kemi shumë larg nga studiot e PIS TV-s, pra është edhe tash kryetar i Bashkisë Islame ose Këshillit Bashkisë Islame këtu në fush Kosovë, pra afër Prishtinës. Hoxha me mbiemrin Gërguri, patjetër Bellashevc. Ka Gërguri dhe tjetër kun, por do të njihet kështu edhe është imam në fshatin Bellashevc, ku nga aty kanë dalë shumë hoxhallar. Me ne dhe me ju, doktor Fitim Gërguri. Mirë se erdhët në emisionin në sofrën e Ramazanit. Mirë se ndjej, hoxh. Hoxh, si po kaloni me këtë muaj të bekuar, u bën sa vite që shërbeni edhe si imam, keni tashmë pak a shumë përvoja. Por mjekra është pakime të bardha akoma. Je i ri, je vital. Mirë, hoxh, mirë po kalojmë. Folë Zotit, këto ditë dhe në të bekuara të Ramazanit. I ri jam në mosh prej nxënësve tu, nëse lejohet me thujt. Po, si lejohet, po të ishte. Po të ishte, por profesorët e mi janë në moshën tënde, veç se unë kam kry medresin në Prishtinë, ndërsa ti ke ligjeru në atë në Gjilan. Por, sigurisht, se po kalojmë edhe këto në të mirë, unë jam këthy që 8 vite në Kosovë, para përse 7 vite gjysë, pas i kam baru studimet në Jordani.
Dhe kam fillu të jam imam fshatin tim ato ku jam lind në Bardhë të Madh, apo siç ka qenë njohur në sistemin jugosllav, Bollaqevs i Madh është një prej fshatnave më të mëdhenj me thonë në Kosovë, minimi e 500-600 shtëpia për që shënë të ka 2 xhamia, jemi 2 imam mëshatar në xhamia, kalojnë mirë. Kalojnë mirë. Po ju kam vizitu në shtëpi edhe bile ka qenë ditët e para të kur ke hyrë në shtëpi të re, jam befasuar për smiri për një bibliotek jashtëzakonisht të pasur dhe të madhe. Në fakt, nuk po them s'po du të bëj gara këtu, zëllar ka shumë që kanë shumë libra, por të ti kur mendova se kishe shfrytzu lejnë tavan atë salonin e madh të libra biblioteken tënde, e mendova që aty po përfundon, por kur dolëm për më unë gjitë ose me ra shkallëve, pa më dhe një dhomë hapun që kishte po atë bagazh të librave. Në Arabinë Saudite, librat edhe ka donacione, ka edhe shteti, edhe organizata ndryshme dhe librat edhe blihen, edhe jipen, edhe transporti është, ne në vendet të shamit e kemi pas pak më të vështirë një gjë të tillë, se një libër edhe me ta dhuru, dikush të ka bo bela me të qysh me e pru. Sidomos kohët ma hershme, ne kemi udhëtu me autobus e tjera. Si e bërë atë bibliotekë? Gjatë qëndrimit në studime në Jordan, sigurisht nuk kanë qenë kushtet financiare sikurse në vende tjera, sepse nuk ka pasur bursa prej shtetit, ka pasur bursa prej hoxhallarëve tonë ndërun, që me mjetet e veta janë mundu me nda një pjesë të pasunisë për më shkollu, e që kam pas fatin të jam edhe në prej atyre 10 pa dhe 100 nxënësa që kena përfitu prej atyre bursave. Edhe sigurisht që ajo bibliotekë me atë mallësi nuk është që është prej pasunisë teme, pasi vini prej një familje jo shumë të pasur, edhe në atë kohë gjatë studimeve, më thonë nën mesatare. Por, folë Zotit, gjithat bibliotekë, ose me thonë dikon rreth 80% të sajna, e kam prej një njerit që nuk e një. Nuk e një? Jo. Nuk e di as që shquhet, e as kush është, vetëm se më thërke prej bibliotekës punëtori i bibliotekës të është ka ardhë filane dhe të ka ble këto libra. I dike sakt cilat libra janë, cilat më dohen, sigurisht dikush që më njef ke mirë, edhe dike mirë se qka kam nevoj, ato që kisha nevoj shkante, dhe i blente, por nuk të regante se kush është. Ku të njef ke ty kë punëtori i bibliotekës? Kë punëtori i bibliotekës më njef ke se më shike shumë të interesun për me ble libra. Në herë kujtaj në vitin 2013, im pas dalë fej bibliotekës shumë i mërzitën, kur s'mujtë me ble tefsirën e Imam Taberiut, me recenzim të Ahmed dhe Mahmud Shakir. E pastaj prej ato, si duket, e po interesimin e madhë për libra, dhe më thërte vazhdimisht, thoshte ki kaq kartona eja dhe merre. I njëjti person e ka bo edhe transportin në Kosovë, dhe i njëjti person vazhdon ende me mlej dhe me mshu, po në nuk e një kush është. Nuk e di është gjëja e vetme që kam qef me ditë në këtë botë, se kush është qaj person. Zotë e din dhe edhe ju nuk e harronin në format? Jo, asnëherë. Asnëherë se harrojmë, po... Allah është përbleft. Po ja dilni që t'ja shpaguni atë mundi ati për shembull, se njerëzit kur të dhurojnë diçka kanë qef edhe me përdorë? Sigurisht se jo, pasi biblioteka është shumë e madhe. Ndashta ka kalu 30.000 vëllime. Dhe gjithë kjo bibliotekë do të jetë për me lexu. Por që si që të Ibn Taymi, rahimahullah, që ka nuk arrijet e tëra, nuk lijet e tëra, dhe i mundohëm, si çdo njeri, nga pak me lexu, me përkthim, me shkru.
po jo në masën që kërkohet. Jo në masën që kërkohet. Hoxh, fitemi ju specializimin e patët në fushën e hadithit, apo? E pse pikërisht në fushën e hadithit çka ju pëlqej më tepër në Jordaninë e dietarëve të hadithit? Pikërisht që përmend dietarët e hadithit ishin ata që mbizotronin thojse xhamit kryesore në Jordan dhe kishëm ëndër me qenë si ta. Në atë moshë sigurisht, moshën e re njeri ka ëndra tjera që tash ndoshta dhe qesh me ato ambicje që kena pas, por mundoj shumë me i trasu rrugën e tyre, veçanërisht rrugën e hoxhës tonë Sheh Albanit, e që në fillim çdo i ri edhe në prej tyre, unë mundoj shumë me i lexu librat e tij për me e kuptu sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po ashtu edhe pak ka nuanca prej nga jena, pse është shqiptar, pastaj çdo njeri që lexon prej këtij hoxhës besoj se ndikohet shumë prej tij. Edhe kisha qef me vepru si ai. Unë mundesha me i punu hadithet si ai, por tash është shumë që sharaka e që kena bën atko. Por edhe hoxhënarët që na mësonin e prej tyne kishte që janë të diplomun ose krynin shkollën, ishin në atë kohë doktoratur në hadith, na motivonin që së cili prej neve ta mërte një drejtim e që fati deshte t'jemu në lëmin e hadithit. Hoxhën Shuaib Arnauti e keni takuar në jetë, dhe ka hoxhën Nasruddin? Jo. Po, Sheh Shuaibin e kemi taku 5 vitet e fundit jetës tina, dhe takimi fundit me të ka qenë vetëm 2 javë para se me vdek, e lexonim librin të Hedhib Sharh Sunet Begavijat që kishte bërë vetë Sheh Shuaibi në 7 vëllime. Kemi arrit tek vëllimi 5, afërsisht të faqja e kujtoj sakt 374, pastaj ato ka përfundu edhe xhelsja e fundit para se me vdek shehu, takimi fundit para se me ndroi jetë shehu 2 javë, ka qenë takimi fundit me të dhe leximi i fundit prej meje para tij në atë libër. Ka qenë kapitulli i rubrisë, kapitulli i fundit që na ka met të lexu. Hoxh, me kritikën e hadithit merreni sigurisht apo? Se kjo është në fakt fusha e muhadithëve të rinj. Po, merrem, por me kapacitet të vogël kuptohet. Natyrisht, po në fakt këtu në vendet tona nuk është që është fushë edhe njihet edhe kërkohet, si thot popullin atë shprehen nuk paguhet. Nuk paguhet nuk është fjala për pagesë materiale, sepse në përgjithësi studimet vetare nuk paguhen, po është fjala nuk duket që ka treg të merresh ndoshta me 10 edhe qindra orë për të studiu një hadith dhe në fund fare dikush me shumë lehtësi thot sahih, daif, hasan, të ndeshme. Dashnia për shkencë të bën më marrë me ndoshta tash po quhet si defekt profesional kjo. Po dashnia e madhe për me vërtetu atë hadithin e saktë prej atij jo të saktë, na shtyn më marrë. Pastaj me kalimin e viteve bëhet si lloj zakoni që nuk ka shans tash me lexu një hadith veç se kam qenë me këshir sa rrugë transmetimit ka, ku gjendet, a është i saktë apo jo, është pak edhe si zakon nështë. Si zakon. Fillimi ka qenë ma ndryshe, po tash. Ti masim vlerësova si mësues për respektit, besoj që nuk unë kundërshton me lehtësi. Për shembull, ne jemi tash në muajin e Ramazanit, fillimi ishte rahmet, mesi magfiret dhe ky fundi lirim nga zjarri. Hadith është i dopt. Ma bre ka shlet. Ma bre hoxhës kështu mos ja presh. Hadithi i dobët. Po. Po kuptimi i mirë. Kuptimi i është i mirë, ka ardhur si athar prej selefit. E përmend Ibn Abi Dunya në Fadail Shahr Ramadan, në vlerat e muajit Ramazanit, se ka ardhur si athar prej disa prej tabeme, por si hadith është shumë i dobët. Shumë i dobët si hadith. Domethënë kuptimin nuk e prishim sepse ashtu kështu
etqi minan nar, do më thonë ka gjatë Ramazanit edhe në për hadithe tjera. Plot hadithe, babai im thoshte, ishte hafiz i Kuranit, Allahu mëshiroft, kam ditë thoshte shumë hadithe, por më jam paksuar. Dikush e mendoj se memoria e pleqërisë ndoshta ka bot vetën dhe mundu t'jep gajret, tha ajo po se po, tha që po, tha këta trita do pak hadithe që i kom ditë, tha mi kanë largu, kështu që kom betën pak. Hadithe ka fatmirësisht shumë, po ka dhe hadithe shumë ndopta, dhe ka libra të shkruan vetëm për hadithet që janë të njohura në popull, por janë shumë ndopta. Krahasimisht të dobta dhe jo të dobta, më shumë? Më shumë dobta. Më shumë të dobta. E interesante kjo, pse më shumë dobta? Domthon ka ishte orientimi i ummetit islam përgjithësi, pse përdoren apo munguan që në fillim mekanizmat e vendosur më vonë prej dietarëve për klasifikimin e haditheve. E rëndësishme, kjo është punë e mirë shumë, por në shikim parë duket pse të ketë dobta më shumë, pse të ketë tentativë për të thënë diçka që nuk e ka thënë i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam, kjo lidhet shumë edhe me mundësitë e shkrimit, pasi që për kohën që po flasëm letra ka qenë diçka shumë e paktë. Zotën nuk kemi vese pak sahife fletushka të shkruane prej sahabëve në hadith, prej tyre është aja Abdullah ibn Amr ibn Asit, që gjendet Musnedin e Imam Ahmedit e tëra. E shkruane pastaj aja Ebu Hurejres, por nuk ishte shumë. Dhe njerëzit padyshim se me kalimin e viteve dhe me largimin e gjeneratave prej kohës pejgamberit alayhis salam, gjona ndryshojnë, harrohen, shtohen, pastaj zakonisht kemi shumë hadithe në aspektin e vlerave. Po, që ka motivimi. Po, në ato që quhet fadail al-amal. Pasi njerëzit për me shty njerëz për me lexu për shembull Kur'an, kanë dhënë për secilën sure vlera të caktuara me një të mirë. Ja zakonisht që kanë ndodhur prej atyre që njihen si waadh apo që mojnë derse ligjeros, po. Në fakt edhe tani bën përdor. E njëjta gjë është edhe tani. Po. Përdoren shumë në për derse, veçanërisht në derse të ngritjes të imanit, disa hadithe që s'kan bazë. Apo thoshte një hoxh. Hoxha, çdo njeri është i varfër për diçka, por hoxhës në qursi, në kursi të xhamis është fukara për një ajet, për një hadith. Sigurisht. Dhe në momenti kur i ofrohet diçka nga tregu, nuk është se... Sigurisht, pastaj dietarët e gjeneratave të vënshme kanë bërë kujdes të madh, veçanërisht për tre imam që kanë qenë shumë të njohur në kritikën e hadithit, Ali ibn Medini, Yahya ibn Ma'ini dhe Imam Ahmed ibn Hanbali, këta tre asnjëherë hadith se kanë thonë për menësh. Krejt kanë pas të shkruan. Janë munduar shumë me rujt originalitetin që është thonë, e pastaj prej tyre sigurisht se kanë marrë edhe 6 autorë të 6 koleksiona dhe dietarë të tjerë, e që ka qenë letra shumë e lehtë për me pas, shteti shumë i zhvilluar në kohën e Harun al-Rashidit, ose më thonë në kulm të zhvillimit shkencor, kanë ndryshuar gjanat dhe është ndryshuar edhe metoda e shkrimit, edhe shkrimi i shumt. Por ajo që vjen para këty nuk ka qenë e pakt. Libri i parë që na ka ardhur i shkruar i kompleton është Muwatta Imam Malikut, që ka vdekur në vitin 179. E pastaj kanë ardhur edhe libra të tjerë pastaj, por kjo ka qenë shkurtimisht në aspektin e historikut të shkrimit të hadithit. Për shikuesin për shembull më pak të njoftun në fushat profesionale. A i bie kjo që megjithatë ky studim ka qenë të thelluar, nuk po e them nga vetëm shqiptar, por edhe përgjithësi, në fund fare kur thuhet se një hadith është sahih, të bën mu kënaq, sikur sot kur
ne mundohemi t'i themi, po kjo pemë është bio. Po. Në kohën e smundjeve, kancerit, lloj-lloj, pra një çaj bio ka vlerë shumë më të madhe, një hurme bio ka një vlerë shumë më të madhe. Apo i bie se këto hadithe i kem bio? Po, është sigurisht pasi kjo është shpallja dhe Zoti ka garantuar librin e tij se ka me rujt shpalljen. Ka me pas njerëz të cilët e bartin hadithin deri në ditën e fundit. Zaten ka ardhur hadith se një djalosh në fund të kiametit do të pritet prej dëgjallit dhe thotë tash ti nuk mundesh më vrom sepse pejgamberi sallallahu ka thonë kështu, argumentohet me hadith. Por hadithi do të jetë deri kur ndodhin shajat e mëdha të kiametit. Do të ruhet, do të bartet gjenerat pas gjenerate. E pastaj Allah ka ndan e përdor si ushtar dhe garantues të kësaj feje, e që fatmirësisht edhe prej popullit tonë, 3 dietar të mëdhej, Sheikh Albani, Sheikh Abdul Qadir dhe Sheikh Shoaib, kanë qenë si ringjallës të sunetit dhe ruajtës të librave, koleksioneve të hadithit. Zaten mjafton libri Sheikh Shoaibit, Musnedi Imam Ahmedit, 52 vëllime që ka ardhur në kohën e tina me recenzim detajon, e që gjatë 12 shekujve sa ekziston Musnedi, nuk kena punim në gjajshëm e ta. Më akademik. Më akademik, po ashtu edhe librat e Sheikh Albanit, Sahiha dhe Daifja, janë prej librave kyçe që e ka rujt sunetin e pejgamberit alayhis salam në mënyrë shkencore, detajone. E sigurisht që kur gjejmë kësi hadithe, zemra qetësohet dhe aja dhunim që e bëjna e dina se ka bazë, shpërblehet, e dina sakt shpërblimin e tij dhe shërben si motiv për sotën prej neve. Hoxh fitim, Allah të shpërbleft për këtë bashkëbisedim, natyrshëm që bisedat shkencore do të janë shumë të ëmbla në ndërmjet hoxhallarëve, por kem frikë që ndoshta sidomos natyra e misionit është pak më ndryshe dhe më relaksuese. Para se të kalojmë te tema, se ne kemi një temë që janë mësuar tashmë dhe shikuesit që çdo natë prej ajeteve të agjerimit një hoxh ka një pjesë të atyre të ajeteve që do të na sqarojë dhe ju do të keni dhe veç jemi në fund të muajit Ramazan edhe do të flasim për rëndësinë e asaj teme. Megjithatë më bën përshtypje sa po mund ta gjeni veten në këtë shoqëri me punë dhe aktivitete. Je hoxh që në kuptimin nuk je zë të lartë, nuk bërtet në ligjerime, flet me modesti, flet për ulësi edhe natyrshëm megjithatë ligjerimi juaj ka gjetë ka përkrahje, ka që po të kisha dëgjuar ty si mësues edhe në fillim me pason kështu do të ligjeroj, kisha thonë mua mos janë nis më mirë në rrugë profesione se të shqiptarët nuk gjen treg. Çështja e ngritjes apo uljes zërit është më shumë çështje që s'ka të bëjë me neve, është prej Zotit. Natyrshëm flas edhe në shtëpi kështu, nuk ndodh me ngrit zonën. Kërkojnë kanë herë në shkrime, disa me marrë shembull filan hoxha ose filan hoxha në ngritjen e zonit, po nëse i ligjeroj veç 2 minuta ashtu, unë s'mëj me fol pastaj me orë tëra. Se ngritja e zonit ma hub krejt zonën. Unë dëmëtan. Për këtë shkak që kjo është mënyra që flasë. Mirë, po në rregull shumë, po tani ligjerimi edhe akademik, edhe me zotë ullë, në donë një gjemat pak ma spesifik. Ndërsa, çështja e pranimit prej masës, kjo është në dorë të Zotit s'pone. Po e dytona nuk e shoh veten që kam pranim. Tek njerëz shumë. Diçka zakonshme. Ti mos e shih veten, po mos u nënçmo fort mu. Jo, asësi. Sepse unë s'kam thirrë pa çfarë do mos afer. Ja, Zoti na rujt. Kështu që sido që të jetë pjesa e jetit është në fund, fakt ajeti i fundit që flet edhe për disa rregulla të nënkuptuara ose të kuptuara gabimisht për natën e agjerimit e tjera. Dhe në fund fare Zoti na thot për ato
por ne po marrim boshtin e saj, fataba aleikum wa afa ankum. Çfarë nënkuptojnë këto dy fjalë të Allahu Xhella Xhelalu, ose thon fjali në këtë pjesë të ajetit Kur'an? Kjo ajet na flet për vlerën e tawbes dhe vlerën e faljes. Allah i përdor dy terma. Tawba është në aspektin gjësor largim apo distancim prej një rrugë të keqe ose një rrugë që nuk e din përfundimin e saj, ndërsa në aspektin fetar është distancim prej gjithë asaj që Zoti ndalon dhe kërkon na me u pendu. Ndërsa të afwi është një drejtë, një grad më e lartë se sa pendimi. Përveç që Zoti na pranon pendimin, është se edhe ato gjurmë të gjunohat i largon. Pra afu në gjuhë është që nuk janë gjurmë. Do më thonë, nëse dikush prej neve ka bën një mëkat caktun, Allah jo që nuk do ta pyet për të, jo që nuk do t'ja fal, por edhe më shumë nuk futet fare në regjistrin e veprave të këqija. Nuk vjen si gjëna ditën e daljes. Nuk duket shenja e lapsit që ka pas shkru. Nuk duket shenja. E që ka përdor. Në fakt, sot në kohë në përdorimit të teknologjisë informative të kompjuterve, këtë besoj që shumë gjenerata tashmë e kuptojnë. Kur e bën një dokument delete, ai megjithatë mbetet në shport atje. Po. Kjo është tawbe. Po. Ndërka që afuj, është që s'len gjurmë fort. edhe prej shportës, kur e përdor edhe shiftin atje. Mirë hu shfitim. Nëse janë këto dy terme të këtilla, pse Allahu i do? Pse e do dhe tauben dhe afuin? Në fakt, të dyjat ishin mëkatim ndaj tij fillimisht. Pse ta doj faljen? Por ne si njerëz, për shembull, ne e vlerësojmë lart dikun që mund të falë, që mund të tejkaloj, por megjithatë nuk është që e do, është i hidhur, është i padëshiruar. Allahu e do. Allahu i lartëson e din natyrën e krijimit ton, pastaj vetë na ka kriju. Edhe din se ne do mos kemi me bë gabime. Nuk ka mundësi në këtë tokë, me këtë format që na ka bërë Zoti me pështu prej çdo gabimi. Por këto gabime i ka stimulu për në falje. Ghafir o dhanb qabil o taub është për ata që ja falën mëkatin, ja pranon pendimin, atyre që e dinë se janë gabim dhe pendohen. Ndërsa është shadidul iqab për ata që vazhdojnë me kryenësi në gjëna. Allah i don këto dy cilësi, sepse nuk është let njëri mu pendu. Let është me pretendu në pendim, por nuk është let me u pendu sinqerisht. Pasi që pendimi ka kushte, nuk ka veç fjallë, goje apo lot i momentit emocion, por ka kushte, prej kushte është që njëri më mundu mos më kthyn atë gabim, më distancu prej shkaqeve që shpinë atë gabim, e kështu me radhë. Dhe gjitha këto, gjithashtu, dojnë kohë. Në surën Jusuf, kur Zoti flet për vëllezërit e Jusufit, edhe tregon për atë gjënon që ata bojnë jetë me ndaj vëllait vet për me vrarë Jusufin, në fund i ajetit thotë se pastaj ne pendohemi, po sa ka gjatë ky pendim. Ndoshta disa dietar thonë 32 vjet, disa 64 vjet, kështu me radhë. Pra është let njëre me rënë gjëna, po ndoshta kthimi nuk ndodhesh. Është e çuditshme pikërisht shembull që morët ata duke planifikuar mëkatin, planifikonin edhe pendimin. Po zaten kjo është prej telbisul iblis, që përmend Ibn Xhauzi, prej atyre pështjellimeve të iblisit. Nuk vjen iblisi te besimtarë asnjëherë me ju është në gjunave se vjen me taume. Duke estiminu se Zoti ta fal. Apo edhe me tej, Zoti na fal, duke i përdor ajetet dhe hadithet që Zoti fal si stimulim në gjëna. Për shembull, vrejna shiqare në veten tonë, pa dalë të tjertë, që njëri kur bjen gjëna
e ka një lloj arsëtimi që është indikon fatkeqësisht prej profilit të iblisit mallkum. E që Zoti sonën Bekara na detajon profilin e tina që e ka shtyr me ron gabim dhe detajohet në gabimin e tij. E që secili prej neve e bojna. Ndaj kjo është shkaku që Zoti e don shumë tauben, se nuk është lehtë për me arrit. E afve është edhe me teje, që përveç falë prej madhështisë ti është që s'na pyet apo edhe shëndron Ibn Taymija e përmend në Tisainia që Zoti prej kuptimeve të afet është se na shëndron gjunohen në savap. Dhe argumentohet me fjalën Allahut në sura Furqan إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. Përveç atyre që u pendohen dhe bën vepra të mira, këtyre Allah ja shndron gjinohen savap. E çfarë gjinohen këta bënën, ajete paraprak është që gjinohet më të madh. Vrasja, shirku, zinaja, pra disa gjinohet që rrëqetet njëri kur i dëgjon. Këto Zoti shndron. Madje dietar kanë thënë këta 3 burimet kryesore të gjitha gjinohave. E përmend Tawusit atë Allah ja shndron njerëzve në gjino kur e komenton këtë jetë pasha Ibn Abbasit. Ndoshta 20 vjet ka bërë gjino dhe ja shndron 20 vjet namaz nata apo sadaka. Qysh është e mundshme hoç se kjo ne duke e shpjeguani futohemi. Kjo është e mundshme pasi që falja e Zotit është pa fillim dhe pa mbarim. Dhe gjerësia rahmetit i është e tillë që vetë Zoti. Po, sa i përket falës por të shndrohet edhe në sevap, çështje negative. Rahmeti i tij prej emrit Allahut është elevasja. I gjallë në rahmet. Ato ku përfundon imagjinata njerëzve, fillon mëshira e Allahut. Ibn Abi Dunya ka një libër të mirë që e kemi përkthyr dhe kemi shpjeguar për ende se kemi botu si flet për husnul dhann billah, mendimin e mirë për Allahun. E prej mendimit të mirë për Allahun është që mos me mat rahmetin e tina me mendjen tonë. As dënimin e tij me mendjen tonë. Zatën edhe xheneti dhe xhehenemi fillon ato ku përfundon imagjinata njerëzore. Këto janë të krijuara. E çka më thon për ato që është pa krijuar, e që cilësitë e tij janë të pa krijuara si ai. Fitim, a mund të lidhet kjo dhe me faktin që pendimi i tyre nuk është bashkë pendimi i rëndom. Për shembull, dikush ta bëjë të njëjtin mëkat, vazhdon me kryenësi ta bëjë mëkatin, pra është Allahu ishte për ta shadidul iqab. Po. Dikush tjetër pendohet, kthehet. Po llogarisim se i plotson kushtet, pra i pranohet pendimi, por i mbetet gjurma, nuk e ka edhe këtë aftën. Dikuj tjetër i shlyhet edhe gjurma, por dikush tjetër në fakt po arrin edhe të shndërrohen në sevape. Ai bie se kanë deregje, kanë dallime këta njerëz? Sigurisht, këto janë kategori që përmend Ibn Qayyim në Madarij as-Salikin, në ato kategoritë e udhëtarit në rrugën drejt Allahut Azza wa Jall. E që secili prej tyre don mund të madh, sepse Allah Azza wa Jall është i drejtë dhe nuk i barazon në gjithë njëjtë. Po pastaj këto hoxhen çështje të zemrës, sa ndjen zemra, sa trondit kur e kujton gjënahun, sa lëton natën, sa rrëfehet para Zotit në sejdë. Gjitha këto janë pastaj gjendje që ndryshojnë për një personin në person, prej gjendjes në gjendje, e që vetëm Allah i lartëson i din realitetet e rëvëve të vetë. Ndaj mbi basën asoj dije dhe ati vëzhgimi janë edhe këto shpërblime, por sigurisht që nuk vlen gjitha për krejt njerëz dhe për krejt kategoritë. Pasi kjo nuk quhet pasaj drejtësi. Nuk quhet drejtësi. Ne në fakt drejtësinë do ta quajmë gjithherë ata që arrin me marr hakun. Po. Dhe në fakt kur themi nuk po funksionon drejtësia, i bie se nuk po mirët haku. Nuk po mirët haku. Domethënë mëkatari po shëtit, shkelsi i rendit po gradohet. Po ndoshta edhe gradohet, po të paktën po qarkullon i lirë. Edhe në fakt kjo
në syrin e kriminalit për shembull, me të vërtetë ai është i dëmshëm. Të lihet hajni pas sa tentativave dhe arritjes së vjedhjeve, të lihet prapë i lirë, ai bën veprën tjetër. Në raport me Allahun, sidomos është fjala për mëkatet ndaj tij, këtu nuk bëhet fjalë për mëkatet ndaj robërve, që janë sikur përmenda vjedhja apo krimi që është. Megjithatë, pse Zoti vlerësohet me faljen, duke pas pushtetin dhe duke qenë i plot fuqishëm ti ndoshta njerëz. Po Zotin kjo është arsye. Pasi ka mundësi, falja është kur ki mundësi me marrë hak dhe nuk merë. Nuk është falje me thonë një njeri që ju bëhet e pa drejt, pa i s'ka mundësi me këty pa drejtësin ndaj ati që i bënd pa drejt. S'quhet kjo falje. Falja është kur ka mundësi e pastaj falë. Po ashtu o gjenderum, Allah Azza wa Jall në raport me njerëzit sillet sipas cilësive ti, jo sipas veprave tona, se nëse do të ishte ashtu, si ka orë në Kur'an, për çdo gjuna që e bujna, nuk do të lënte asnjë krijesë mbi tokë. Por e ka lënë që ndëshkimi i atyre që meritojnë ndëshkim me shenë ditën e takimit me ta. Ndaj këtu është aja esenca e raportit Zotit me neve. Por më smire është që robi me në ullësen që i takën, edhe me madhru Zotin si që i takën, por jo edhe me kritiku. La yusalu amma yaf'al wa hum yusalun. Sonën e mbjana të regonë se ne nuk do të pyetëm Zotin se çfarë ke bë, por ne do të marrëme në pyetje se çfarë kemi bë. Andaj, djenia në këtë relacion të letësën, për shumë në zonë se nuk ka drejt që ta notoj profesorin, por e kundërta do të është normale tjetë, e si është në raport me Allah në lartësun kjo është. E pa diskutueshme. Po hoxh, me gjithat, Zoti i madhreshëm atë faljen e tij që ka, edhe në këtë botë, kur njerëzve edhe duke i bërë kufër, shirk atij, prap i furnizon, prap është Rahman me ta. Në botën tjetër është Rahim, në kuptimin që i ka dhe 99 hisë më tepër mëshira e tij atje. A është frikë kjo që njerëzit pastaj të demotivohen kuptim për, ose jo të demotivohen, po të ndoshta të themi edhe kundërta, të motivohen për mëkatin, për shembull. Pse unë e them të demotivohet ky vepërmiri, do të çfarë të bëj unë kur ai mëkatari mund të ma zë vendin në xhenet. Ndërkësh motivohet ky mëkatari thotë po ela yettekilun. Po. Mendimi i mirë për Allahun është që nuk vjen kurgjë prej tina veç është e mirë. Mbi këtë bazë njëri nuk do të më futë në këto raporte që me gjyku pse edhe qysh. Gjithë që ka vjen për Allahut është e mirë, e kuptum ne apo se kuptum. Çështja e dytë është se Allahu i lartësuar i motivon në robët e vet për pendim. Nuk kërkohet mu motivu një njëri që falet edhe agjeron shumë. Sa ka nevojë mu motivu një njëri që është fut rrugët këqija, është përdoruesi drogës, kështu me radhë. Ai ka rëndësi mu motivu. Nëse lejohet në aspektin e krahasimit njerëzor, ne motivojmë ato që kanë notën e dëp për me mësu pak, për me kalu. Kjo është ajo që bëhet. Por i njëjti trajtim Allah nuk e bën me robët e mire, sikur se mësuesi që nuk e bën me ata që janë krejt pesa. Nuk shkohet me thonë atij, po në ti pak se ti pak mësone ta dëfishoj në vëtën pak, se s'ka nevojë. Ndërsa me ta ka trajtim tjetër, e mjafton, si që përmen Imam Daraqutni në librën Roje, thot për ata që kanë bo mirë, me po Allah në 5 ditje. Nuk do ta kenë këtë fat ata që nuk kanë qenë të këtillë, ndoshta jo falen, ndoshta i shndrohen savap, ai gjëna pas se ka këtë merit. Ndaj drejtësia e Allahut është që bjen vend në çdo aspekt, zatën edhe xheneti nuk është një gradë. Po të ishte xheneti një gradë, do të kenë arsye të flasnim kështu.
por është që shka orë në hadith, xheneti ka deri i thuhet njerët lexo Kur'an, deri tek ajeti i fundit që ke mësu, janë 6236 ajete. Kështu thot Aisha radiallahu anha, janë 6236 grada në xhenet, që njerëzit gradohen, është Firdausi më i lartë dhe pastaj vijnë xhenet të tjera. Pro kjo është ajo që Zoti i trajton robët e vet kështu. Ndërsa ai që punon mirë, ai që mundohet me pasu pejgamberin alayhis salam, mjafton se ndoshta do të jetë shtëpia e tij prej shtëpiave të afërta me pejgamberin alayhis salatu wassalam. Dietarët kur na nxisin ata që kanë ambicie, i nxisin sot do me pas afër ose të larg shtëpinë për shtëpisë pejgamberit alayhis salam. Dhe jo ta rrezikosh edhe vetë xhenetin ndaj. Varet për cilës pamjen e shohëm, e kuptojnë realitetin e këtyre thirrjeve që Allah i bën për robë që kanë tepruar në gjënohe. Sigur se i bën mësuesi në ato ditë e fundit para se të mbaroj shkolla për ata që kanë disa nota dobta, thirrjet e fundit për me përmirësu. Po kurse se nuk do të ketë ato një nxënës që konkret pesa e të preket sepse profesore për thrat. Për kalon këtë program. Shumë bukur e sqaruar. Hoxh Fitim, këto dy cilësi, por edhe shumë cilësi tjera që kanë bëjnë me mëshirën, faljen, te kalimin, janë të theksuara të Allahu xhalla xhelaluhu, por edhe më të theksuara janë në Ramazan. Dhe kur jemi në fund të këtij muaji të bekuar, atëherë çfarë thuati, çfarë shpresojmë ne pi këtij Ramazanit që tashmë kemi ardhur në fund të tij. Për këtë kemi 3 hadithe në koleksionet e sakta të Buhariut dhe Muslimi, ku pejgamberi alayhis salam thotë: "Men sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ai që xharon Ramazanin duke besuar në Allahun dhe duke shpresuar në shpërblimet në ditën e takimit me të, i falen gjunat e kalona. Ai që falet gjatë natëve të Ramazanit, njëjtë hadith i falen gjunat. Ai që e arrin shpërblimin e natës të Kadrit, i falen. Pra ka stacione të shumta që Zoti gjatë këtij muaji na stimulon për falje dhe na mëson Zotin edhe i dërguari i Allahut që ta lutem me një lutje që Aisha radiallahu anha e pyet pejgamberin alayhis salam dhe i thotë: "Çfarë të them i dërguari i Allahut nëse arrin natën e Kadrit?" Thotë: "Thuaj Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni." O Zot, ti je falës, e do faljen, me fal mua. Dhe soja pjesa kerim është e dopt, që ka unë hadith. Afuun kerim, po. Afuun kerim është e dopt. Ndaj këtu janë stimulime që Allah dhul xhelal oferta na bën që ta shfrytëzojmë. Nëse se kemi shfrytëzuar mirë agjerimin të paktën në namazin e natës, po nëse s'kemi arritë mirë të paktën natën e Kadrit, atë 10 e fundit, ta stabilizojmë që ta arrijmë faljen e Zotit, se kërshi falje s'ka edhe kërcënim kush arrin Ramazanin. Dhe nuk e falin gjënohet. Ka bu amin pejgamberi sallallahu alaihi amin me të Gjibrili, Zoti na falt, që Zoti hidhrohet. Dhe këto oferta që si shfrytëzojnë në robët humbin shumë. Nuk është problemi e shumë për njëri me vetëm rreziku në aspektin e dënimit, po kur e din se s'ka humb prej shpërblimeve të xhenetit, kjo edhe e shton edhe më shumë dënimin. Natyrisht. Hoxh Fitim, dhe në fund fare, pse përfundon Ramazani, lidha me Zotin nuk përfundon. Sigurisht. Ne do të vazhdojmë përsëri me adhurime, me ibadete, me lidhje me Allahun, me pendim të sinqertim dhe falje. Po. Siç na mëson Allah në sunën Tauba, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuru Allahun deri sot vjen vdekja. Do të jetojmë me Zotin, që të vdesim për Zotin. Na lehtësoft Zoti dhul xhelal që ta përfundojmë këtë muaj që është ai i kënaqur. Dhe na mësoft Allah që të presim edhe Ramazana të tjerë. E ato lëshime që kemi bërë gjatë këtij muaji, të mundohemi të përmirësojmë të ardhmen. Se siç thotë Fudejli ibn Iyad, kur pyetet për një njerëz që ka
ka rritë 60 vjetë në gjuna, thot, përmiso ato që të kam vetë, me shpresë se Allah ta falë ato që të ka kalu. Po edhe të mos ta humbëm shpresën gjithë këto ofertat që i kena, Zotit dënë më na falë. Nëse Zoti ka lëshu një mëshirë dhe 99 i ka rujtë për ditën e takimit me të, e me atë mëshirë na ka bë musliman. Shpresojna që me atë 99 që ka rujtë para ditë më na falë e më na mëshiru. Ndaj të kemi mendim të mirë për Zotin, ka shi mendimit të mirë, të mundohme të bëjmë punë të mira, kështu na dënë Zoti më shumë. Edhe kështu jemi më të sigurt me lejen e Zotit, për me mbrojt gjithë ato shpërblime që ka përgatitur për robët e tij. Na boft Zoti prej tyre. Amin, inshallah. Hoç vetimisht e kënaqësi që ishe me ne, dhe ndat pjesë nga kjo sofër, ato shumë që çajin as ti nuk e ke pi, e as unë nuk e përfundova, arsyesht se këto tema që prekun zemrat nuk të bie shumë apetit për asgjë tjetër, përpos lakmia që t'jem me thellë dhe me afër me krijuesin e gjithësisë. Jeni që me ftyrën tuaj, me fjalët tuaja dhe me dijen keni jehon në rrugën drejt Allahut xhallal xhelaluhu. Përveç kësaj ne kisha edhe një vështirësi tjetër që në gjasën dhe sigur se mu pytë para te, pasë që je shumë e ditë në sonë, por Zotin ndëroftë të bekoftë, me të lasoftë në dunja dhe në akhirat. Sa mirë do t'ishte, po t'ishte kështu. Shumë do t'isha gëzu. Të respektuar teleshikues me hoxhën modest, me hoxhën e dijes të punës të aktivitetit dhe të dashamirësisë dijes dhe dietarëve, hoxhën Fitim Gërguri, po mbyllim edhe këtë emision pra sonte dhe e lusëm Allahun e plot fuqishëm që ajt në begatoj me mirësitë e tij e ne të arrim edhe shumë Ramazanat të tjerë, të falur dhe të penduar. Ne shpresojmë të takohemi përsëri për projekte të mira dhe të halit. Ju lutem kujdesin Allahut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.